Mund përmendim Kristian Aslanin, I cili është gozhduar në stol faktikisht të Torino, mori pjesë në barazimin 0-0 ndaj Juventusit, u aktivizua në pjesën e dytë, por fjalët e Baronit ishin mjaft mira. Baroni u shpreh duke thënë na dha dalin nga mbrojtjat të cilat kishin nevojë. Pra vlerësoi paraqitjen e mesfushorit të kombëtares duke treguar impaktin e tij në lojë gjatë pjesës së dytë. E kuptoj, po ja një sekondë Emanuel të t'i pyesë çik ta specialistët, po prap rezervet e Torino iku nga Interi për të luajtur te Torino rezervë? Kjo tregon pse nuk është gati akoma për të qenë në ato nivele. Hoxha? Aslani ka një marsh me vonesë. Çfarë do thotë kjo? Që po e ke vënë vetë kombëtare, kur e merr topin, veprimi I parë që bën nuk është eci përpara, po I fut një rrotullim mbrapa. Ai rrotullimi mbrapa e jep kohë kundërshtarit pozicionohet mirë dhe humb kohë lojtarëve tu që ta kapin në befasi kundërshtarin. Gjithsesi, te Torino ai nuk ka luajtur keq, ka luajtur shumë mirë deri tani. Por ndeshje me Juventusin, ku ai ka luajtur në sfond, trajneri tha që ishte zgjedhje taktike. Okej, Çelmeta? Sabotime shoh, pala italiane ka frikë se mos përplasen play-off me Shqipërinë. Edhe kështu që I goshton stol gjithë lojtarët e ekipit kombëtar. Duhet përmirësoj lojën pa top. A shikoj që me lojën pa top ka Çfarë do thot pa top? Lëvizshmërinë. Pozicionimet, dy luftimet, orientimin ku është kundërshtari. Top është shumë I mirë. Pasimet unë pëlqej shumë si. Maj djata ka e qan fare. Mos tek vertikalizimi I kanota 10. Por loja pa top është Okej, Emanuel, vazhdojmë. Po, kemi dy mesfushor që po spikasin ndërkohë në Serie A. Bëhet fjalë për Medon Berishën dhe Ylber Ramadanin që luajnë me Lecën. Të dy morën pjesë tek barazimi 0-0 I Lecës ndaj Veronës. Medon Berisha e ka ndeshjen e dytë të radhësit që shpallet lojtari I ndeshjes nga Serie A. Në anën tjetër, Ylber Ramadani bie në sy si lojtari I cili ka më tepër kilometra të përshkruar nga gjithë lojtarët në kampionatin italian. Bëhet fjalë për mbi 120 kilometra në 11 paraqitje të tij nga minuta e parë. Një statistikë mjaft mbreslënse e këtij lojtari. Pra kemi dy mesfushor që ndryshe nga Aslani po marrin minutat plota dhe po ashtu po spikasin. Qartë. Ndërkohë, për të shkuar disa ditë më përpara, kishim një situatë të vështirë mes Ivan Balliut dhe trajnerit Inigo Perez të Rayo Vallecano. Po, me që bëjmë zhvillimet e gjithë javës, po, ato që spikasin. Po. Ky I fundit, duke Ivan Balliu nuk ishte I kënaqur me zëvendësimin në minutën e 55, dhe pse trajneri ka thënë që biseda ishte për shkak të miqësisë që lojtari me trajnerin kanë. Ishte minuta 55 kur trajneri Rayo Vallecanos, Inigo Perez, vendosi ta zëvendësonte Balliun dhe ndeshja ishte ndaj Lek Poznanit e vlefshme për ligën e konferencës. Nga 0-2, Rayo Vallecano e përmbysi në 3-2. Çështja u bë e madhe faktikisht në Spanjë, vet Luis de la Fuente, trajneri I Spanjës, e komentoi duke shprehur mbështetje për gjithë trajnerët në situata të tilla ku duket se lojtarët rebelohen për zëvendësimet. Sot Rayo Vallecano I ka dhënë një asist Barcelonës pasi barazoi me Real Madrid dhe Barcelona në anën tjetër fitoi me Celta Vigon. Tashmë është vetëm 2 pikë mbrapa madrilenëve. Okej. Emanuel, të pyes pak sepse mbulon te Panorama Sport mbulon Partizanin. Një ndeshje shumë e çuditshme sot. Gjatë gjithë javës atje e shikon ekipin nga pranë, po mirë, ka lojtarë të mirë që kanë në këto ligat në ligën e dytë si I bie. Po, kategoria dytë është ndryshe e treta nga niveli në Shqipëri. Kolumbiani çfarë lojtari është ai që bëri 2 gola për 7 minuta, 10 minuta, 13? Po, Diego Contreras është vetëm 21 vjeç. Ai është afruar te Partizani këtë vit dhe ka spikatur menjëherë me ekipin B, ku fillimisht luajti në kategorinë e tretë që është e 4-ta për nga niveli. Aty shënoi 5 gola në 5 paraqitje, ndërkohë që këtë sezon në kategorinë e dytë ka shënuar sërish. Si është si lojtar? Çka ka një gjë që e dallon? Ishte rasti kjo që shënoi 2 gola apo është lojtar I mirë? Edhe një herë lutem? Ishte rasti kjo që shënoi 2 gola apo është një lojtar që ka cilësi të veçanta? Çfarë cilësie? Atëherë do them pse nuk ishte rastësi, sepse dhe golat po t'i shikojmë tek ekipi B janë me kokë, duket si një sulmues I cili pozicionohet pikërisht aty ku duhet për të gjetur golin.